Profesor, çfarë po ndodh? Gjëra për mirë, si po shkojnë gjërat? Atëherë me thënë drejtën ka 2 muaj e ca, ka 2 muaj e 10 ditë që fatikisht është mirë, sepse është një lloj zgjimi dhe një lloj mësimi, si thon. Të paktën për veten tonë, para dhe për gjithë Shqipërinë, sepse është puna e heceve nuk është se është masive. Po jam me zona të veçanta, për shembull në Vlorë me radhë. Çështja është që po e morën nga Balxhaj. Këto nuk i prek në të parë, po unë të prek aty zhvillohet për shembull e zëm rugby, zhvillohet ka vend për kuaj, hipizëm, ka vend për alpinizëm, për dimër, për ski, janë vendet ka vende kështu për golf. Më kupton, e kupton çfarë? Po, për golf do bie të fusha. Po, ka vend për golf. Le këto fusha voleybolli se të janë thjeshta për tu edhe pjesa tjetër. Po i prek ato para që janë duke sikur s'bën, Balxhaj i ofron me fjalë. Shkurt, Balxhaj kthehet në kuror. Pik, kthehet në kuror. Që do thotë i përmban gjitha vrimtarit për njeriu kur shkon. Kupton sepse tjetri shkon, rrin, do bëj një loj golf për shembull. Po Balxhaj ka status të mbrojtur? Jo, tash po mos më dëgjoj. Jo ta dëgjojmë, prit. E di pse ta bëj këtë pyetje sepse nëse ka status, duhet heq statusi pa të bëhet ndërtime. Nuk ka status të mbrojtur? Ajo bukuria atje? Jo, unë për ato elemente që investitori, tash me thënë drejtën, në Balxhaj do një investitor të madh, me thënë drejtën. Pse the Valvora nuk e pa të madh. Sepse po të mendosh gjithë këto ventari për turistin edhe për shqiptarët, nuk ka lidhje vetëm turisti. Atëherë duhen bë këto pra, këto lojra këtu se janë, nuk është se. E kuptoj. Edhe faktikisht e kthehet një kuror shumë të mirë, por realisht të paktën rruga duhet, s'ka rëndësi me fjalë bëhet kanalizimet edhe shtrimi, nuk është se po e kërkojmë me asfalt. Se tash asfalti nuk vjen më vonë. Tash me thënë drejtë, i bëj të kryeministët dhe investitorët në ka sa du Shqipëria. Ka. Edhe ti hedhin syt pak ka Balxhaj se nuk do zhgënjehen, e kupton, nuk është puna me i bë thirrë kot se do t'i shohim edhe do pse na the, e kupton? Pra nëse do vijë një investor i madh, me fjalë zose të zhgënjehet, pra ta prekë atje. Ju doni investitorin edhe në krahun tuaj se po erdhi ai s'do lejoj të merret ujë. Sa i s'do lejoj që të merret ujë, sepse ai do të ketë njëjtin interes me ju. Jo, ka një gjë me fjalë. Ideja është këtu që uji, pra ai që investon lart, plas ke liçenit, pra aty ai investitori i do liçenit mush plotë me radhë, por nuk lejon pra kjo sekretin për mua. Nuk lejon që të bën hecet poshtë. Pra kjo është një paraprit për mendimin tim dhe duhet urgjent bëhet kjo gjë. Po pra, e doni si aleat tuaj, pra doni një investim të madh atje që përfundimisht të mos preket më uji në. Mos ka, pra është plus sepse investori i madh me fjalë i bie që të presi Maqedonas, ke parasysh nga Bulgaria dhe nga Bullgar, më kupton investitorët e mëdhenj, është pik me dy presa, se këta tanë të mëdhenjt kemi parë që janë edhe pak të babzitur dhe hapen edhe dëmtojnë më shumë edhe se të vegjlit për atë punë, po. Nëse unë thash, u thash investitorët të mëdhenj që janë të rregull, tash nuk konsiderojmë ato, nuk konsiderojmë minusat. Për sa i përket asaj, është e parë. Në dijenin time është bërë një kërkesë nga kjo shoqata holandeze nga urajlusëse deri në Balxhaj të quhet park natyror. Park natyror për ta marrë ashtu edhe me sa besoj me sa kam dieni në mbledhjen e ardhshme të Këshillit Bashkiak do të hidhet ky mendim. Kjo është një nisje e mbarë. Nga urajlusëse deri në po dëgjoj, po të bëhet kjo do automatikisht e ndalon atë. Po pra ne të marrë ujin e një zonë të mbrojtur. E ndalon, pra ne tham që e ndalon. Nuk është akoma zonë e mbrojtur. Jo, nuk është park natyror. Jo zonë e mbrojtur, park natyror. Edhe park natyror, po u bë park rekreacioni, nuk lejohet më të merret. Nuk lejohet gjithashtu. Edhe është në mbledhjen e ardhshme të Këshillit. Mirë, ai si je? Mirë, i fortë. Po. Pra kjo është pjesa e Balxhajit, tash me thënë drejtën është para 10 ditësh bërë një deklaratë nga kryeministri, është deklaratë publike. Po, e dëgjom atë pra që është me peshë, nuk është kështu sa për kaluar radhën. Po, kryeministri duhet ta kuptojë që fjalët e tij duhen të përkthehen vepra thanë së tri. Atëherë ka bërë deklaratë publike. Rasti nuk është rasti i parë në Shqipëri, me një vendim për 3 raste e zem ose 4, tash nuk jam ekspert i hecëve në Shqipëri, por edhe me një vendim edhe të paktën bësi shembull. Nuk është problem se punë letrave
Puna e letrave edhe qarkullen dhe rregullohen. E kuptoj. Pra, puna e ujit nuk rregullohet, po letrat rregullohen. Duhen pak Tani kohë dhe zotëria e rregullohen. ka ndërprer punën apo se ka ndërprer? E ka ndërprer. E ka ndërprer. Pa, Pas emisionit. Deri më sot, Pas emisionit atë ditë nuk u bë më. e ka ndërprer. Tash ideja është Mirë. Që ta mbyll. Ai vet nuk po punon. që ta me punu. jo. Ajo rre me punu ajo. Se është përpjekur, ë? O, përpjek se Nga di, pra. na ka pru nga mos e kemi punu. Atje ai nuk do të punoj, jo. Ne sikur me fitoj gjigjen. Ore, këto